Profesor Bizi, një barazim që në një farë mënyrë ju ka lënë të pak kënaqur, pa të 3 pikë në dorë. Aksioni i fundit Dinamovit ju ndeshkoi. Kështu është e vërtet. Sparit episodit e donë ndeshjen. Normalisht ai 4 minutë shtesë në u kthyn bumerang, një standarde dhe gol. Gjithë lojën 90 minutin e hell poshtë rezultati, sepse unë do t'i urosha dhe do t'i përgëzosha shumë djemt për shpirtin e garës, dëshirën, lojën profesionale që i banin, vendos me shumë mirë taktikisht, rujt me balancat, kriju me përsi numerike ndaj kundërshtarit deri sa arrit me të shërojnë. Me raste shumë pastra, kontrollu me edhe lojën, por futbolli kjo është një herë në port, një mos vendosje e mirë e mbrojtësit mrapa të krahit djallë dhe doli lirë dhe shënoi. Një super gol i Tafilit. Ju vjen mirë që lojtarët e ekipit parë sot ju përgjigjen pozitivisht dhe bën një paraqitje të mirë. Sigurisht do t'i përgëzoj pa fund të fillu me Gorishtin, me Tafilin, me Arën dhe Kobazin. Pjesë e ekipit parë, por pjesë edhe bës, sepse sakrifikunin shumë dhe tregunin vlerat dhe për t'i tregu edhe këtyne djemve që kena në ekip, megjithatë ne jena shumë të kënaqur për ekipit, për i grupit, por sigurisht që këto bëjnë një farë diferencet, se është në lojtarët e ekipit parë, kanë status tjetër, kanë eksperiencë tjetër, por ky është ekipi dhe do t'i përshëndet jashtë maset ta djem, që kontribuonin shumë dhe lanin shumë. Profesor, në fushë për vllazin Beoll dhe disa lojtarë të huaj, një politikë jo klubit Vllaznia, një strategji për të fituar ndonjë element për skuadrën e parë? Po natyrisht kena marrë lojtarë nga shtetet tjera, domethënë janë pa, duke futur edhe menaxherin të duke i kontrollu. Dhe mendojmë se kena 2-3 pika të mira këtu që janë për të ardhmen. Megjithëse na duhet t'i lajmë dorë të trajnerit Martini, sepse edhe i ka marrë në stërvitje, her pas here nga 3-4 seanca për të pa pra edhe elementin. Pse jo? Vlerësimi juaj për to sot në këtë ndeshje? Po, vlerësimi është maksimal. Duke fillu te stopri, te ky Korrea Dheçi, te Izuna mbrojtësi Krajit, që punoi edhe majtas edhe djathtas. Dhe të më drejtën janë përshtat mjaft mirë edhe me lojën e ekipit, me lojën e klubit, mënyrën si ne e kërkojmë atë lojë, pra me tranzicion pozitiv, domethënë di me dal më shpejt. Profesor, prish fund ky barazim i sotëm për tendimet e skuadrës? Po, sigurisht sepse unë mendoj që nuk do ndikojnë të ana psikologjike të ekipit, sepse na njohim ekipin, kena një ekip me karakter shumë fort gjatë që e treguan sot në fushën e lojës. Po natyrisht na prish punë sepse na sot ishim shkput dhe në fazën tjetër në Tiranë do të shkoshim ndryshe. Por sfida është e hapur. Jena pretendent kryesor për arritjen e qëllimit objektive që kena vu klubi, presidenti dhe në vetë. Kë shikon si rival kryesor në grupin tuaj për vendin e parë? Rival. Ne halas kena luajt me gjitha ekipet, por nuk është pa rival edhe Shënkolli që luajt me atje, sepse mjaft probleme në Nxorri, Dinamoja, Tirana. Po ashtu ka ekipe, por janë ekipe që ne nuk i kena pa hala, nuk i kena provu hala. Kjo ishte ndeshja e kartë të rejona. Ndeshja e radhës për vllaznin B? Do shkojmë në Tiranë me Kamzën e Tiranës, Kamzë të që quhet. Ta që ne kena gjitha finale, jena të dënuar për me fitu. Të i kam thënë edhe djemve. Ne jena të dënuar për me fitu, sepse duhet me kap objektivin. Faktikisht, vendi i parë del direkt dhe vendi i dytë është play-off, por nuk kena hall me ik play-offit. Kjo është edhe përqendrimi i ekipit.